7-ën, ju lutem. Këto janë pamjet që tregojnë skandalin e radhës në rrugën Qukës Qafpllocë, e cila tashmë po rrezikon të marrë jetën edhe qytetarëve që kalojnë në të. Rruga që kushtoi 260 milion euro, e cila zgjati 15 vjet për të ndërtuar, sot është shembur për herë të tretë brenda 4 muajve, ku këtë herë masivi i dheut ka rënë mbi një automjet që po lëvizte në këtë aks. Rëshqitja të herë ka ndodhur në daljen e njërit prej 2 tuneleve që ndodhen në zonën e Qafpllocës. Siç shihet nga pamjet, një masiv dheu ka rëshqitur në daljen e tunelit, ndërsa një pjesë tjetër ka rënë mbi automjet. Fatmirësisht nga shembja e dheut dhe rënja e tij mbi makinë nuk ka pasur persona të lënduar, ndërsa dëmet e vetma janë shkaktuar mbi automjet. Kjo është hera e tretë që rruga Qukës Qafpllocë shembet, duke u kthyer në rrezik serioz për të marrë jetë njerëzish. Po flasim për një rrugë të re, 260 milion euro. Dhe ta mendosh. Këto shiten si histori suksesi kur përfundojnë. Dhe në çdo moment ti e ke denoncuar disa herë mediat kritike, e kanë denoncuar disa herë qeverinë për mënyrën se si ndërton rrugët dhe abuzimet që ndodhin me të. Opozita ka bërë punën e saj në denoncimin e këtyre rasteve. Së fundmi SPAK-u ka hetuar dhe ka arrestuar persona për mënyrën se si kanë ndërtuar rrugët dhe si kanë tenderuar ato. Dhe mbasi ndodhin të gjitha këto gjëra dhe qeverisë i thuhet ik se nuk e për këtë punë, tani edhe Perëndia po i thot qeverisë, ikni se nuk keni për këtë punë. S'ke më fjalë të tjera, vërtet është. Domethënë, i shpjegimin do ta japësh në mënyrë mistike se nuk mundesh dot. S'ka mënyrë tjetër. Kemi dal nga domeni i racionalitetit, por edhe është edhe për një arsye tjetër. Mos e thënë Zoti fjalën e tij te ky aks rrugor, sepse ai aks rrugor, nuk e di për ata që kanë kaluar, është një nga akset më të rrezikshme që jo në Shqipëri, po në të gjithë rajonin, dhe ai do marri fatkeqësisht jetë njerëzish nëse nuk merren masa për të mbyllur 1 orë e më parë. Ka qenë me fat ai që ka kaluar aty. Ka qenë me fat që ka qenë vetëm një makinë. Po unë nuk e vura pa qëllim, Romir, sepse shiko pak, më ndihmon pak me screenshotin i dashur Elkier, që nga momenti që zonja Belinda Balluku është marrë pa ndehur, edhe për lote të sakta dhe problematika rrugësh, ka firmosur 4 tendera me vlerë, ja ku i ke, të gjitha këtu. Shisia. Objekti procedurës, ndërtim rruga Lidhse Tiranë-Elbasan me korridorin 8 faza 2. Objekti procedurës, ndërtim rruga Lidhse Tiranë me korridorin 8 faza parë. Janë të gjitha me vlerë gati 100 milion euro. Pra, ti kupton, edhe kur kërkohej çështja, pak të ndiqet firma. Do ta kuptosh Zonjës Balluku. Do ta kuptosh, nuk e kanë fare problem. Ndërtim rruga Kashar në Javaqar faza 3. Nuk e kanë fare problem. Po, nuk e kanë fare problem. Që ta kuptosh, po do rikthejmë prap ato pamjet e Qafpllocit, këto lekët, që ata nuk e kanë problem që të vazhdojnë të firmosin. Po ta kthejmë te ato pamje, shohim edhe ku kanë shkuar lekët. Po të shohim makinerit aty, janë 2T. Po ti shikojmë janë 2T. Kush është 2T-ja? Gramo Saku, Artan Saku. Ish drejtuesi Gardës, kryetari i bashkisë Tepelenës. Pra, edhe këto që vazhdojnë firmat, vazhdojnë që të vazhdojnë të vjedhin në kurriz sot edhe në dëm edhe të jetës së shqiptarëve. Pra nuk u dhimbset asnjë gjë dhe nuk është çështje zoti. Duhet reagim i menjëhershëm. Ishte për të vlerësuar reagimi që bën sot qytetarët, banorët e Kërnetës dhe banorët e Kurbinit, cilët u ngritën menjëherë në protestë. Vetëm ky lloj reagimi. Hajdutët duhen trajtuar si hajdut sonila. E the shkrim, pra shkrim, nuk është vjedhje. Të vjen hajduti në shtëpi, o ti do t'i kundërvjesh o do ta lësh të vjedhi. Dhe ky i përket popullit shqiptar, ose ta lën hajdutët.